Ja bandat, prap. Prap bandat, prap. Ja. Ja bandat e Edi Ramës. Bandat e Edi Ramës. Ja bandat e Edi Ramës. Ja, unë jam brënda. Policia e shtetit ka ndërhyrë në orët e vona të mbrëmjes së të dielës për të shpërndarë aktivistët e lëvizjes Shqipëria bëhet, të cilët prej rreth një muaji zhvillojnë një protestë të pandërprerë përpara godinës së kryeministrisë. Gjatë ndërhyrjes, forcat e policisë kanë larguar me mjete të posaçme disa nga pajisjet dhe mjetet e përdorura nga protestuesit gjatë qëndrimit të tyre. Në këtë aksion, është raportuar se është lënduar dhe drejtuesi i lëvizjes Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj. Sipas informacioneve, ai ka pësuar dëmtime në kokë të shkaktuara nga një bombë gazi. Pas incidentit, në vendngjarje u thirr ambulanca dhe Lapaj u transportua drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Protesta e lëvizjes Shqipëria bëhet kishte nisur më 8 dhjetor dhe zhvillohet pa ndërprerje përpara kryeministrisë. Rreth orës 12:30 rreth 56 punonjës policie, kryesisht të Shqiponjës, janë paraqitur te vendi ku ne rrinim përballë kryeministrisë në protestë 24 orashe dhe pa asnjë lloj lajmërimi se ajo është dokumentuar dhe me video. Kanë tërhequr plasmasi ka shkaktuar rënjen e ngrosjeve dhe në një moment një prej ngrosjeve më ka goditur mua në pjesën e fasme të kokës dhe andaj pastaj ka ardhur ambulanca, ai ka mbysh përbë aty. Kuptoja, po ishte një moment që ndjeva atë pjesën e goditjes dhe nuk po kuptoja çfarë po ndodhte tamam. Sepse edhe reagimi tyre që po merrnin karrige, po merrnin gjëra, po merrnin në mënyrë të shpejtë. Po këta kanë komanduar 4-5 ditë pushime edhe trajtime të kësaj ilaçe në London. Ideja është që të mos ketë një të truj. Po, dhe i kemi shesh të unë besoj të i po bëj dhe mendoj që nuk është thjesht çështje për një vit. Kjo është çështje një shoqërie që duhet të kuptojë që ka pushtet mbi të zgjedhjet dhe duhet të vendosim një standard që çdo qeveri që të vijë më vonë, pavarësisht kush është kryeministër, ta di që me popull nuk tahet dot, me popull kur del në rrugë duhet të zgjohet. Por tensionet janë rikthyer në ambientet pranë kryeministrisë, teksa një grup aktivistësh të lëvizjes Shqipëria bëhet u rikthyen të protestojnë në vijim të rezistencës së tyre disa javore. Teksa ishin duke shpjeguar situatën me arrestimet dhe procedimet penale të disa prej antarëve të lëvizjes dhe protestuesve efektiv të policisë, kanë hequr sërish karriget e vendosura përballë godinës së kryeministrisë. O zotri, je live. Karrigja është e drejtë proteste. Shko në merë me një tira. Po jore si, dona, ç'është kjo? Një karrige ju prish ka punë, orë t'ju vit turp. Ne kemi lajmëru për protest, kemi thënë që do jemi këtu. A je zuri për para. Jo me dorë për të mund. Se prek që është i në shumë. Edhe a i tjetër, me muaj, qatë po? Gjo timi më se prek. Në spital është proceduar Edison Hakla, janë proceduar edhe të tjerë të cilët disa prej tyre kanë dalë, disa vazhdojnë të mbahen në komisariat dhe gjitha kjo për shkak se jemi kundër një regjimi dhe faktikisht ne kuptuam që ky regjim është shumë më i egër se që dinim më parë. Ndaj, ftojmë të gjithë qytetarët, të gjithë njerëzit civil që e duan këtë vend. Kuptonin që po i shkaktojnë Shqipërisë një dëm i cili nesër mund të jetë i parikuperueshëm. Ndaj ne jemi këtu në shesh dhe pas shpinës tonë qëndrojnë sërish policë ndoshta të gatshëm për të na u vërsulur. Dorina, mbi çfarë bazë është bërë procedimi penal dhe shoqërimi i protestuesve? Baza është cënimi i hapësirës publike, kur faktikisht ne kemi deklaruar një protestë pa ndalim dhe vazhdimisht për çdo ndryshim që ka patur natyra e protestës apo orari i protestës, ne kemi njoftuar policinë në rrugë zyrtare që do të ketë buzi, apo do të ketë çadra, apo do të ketë plasmas, apo do të ketë ngrohje, do të ketë buruzela.
Të gjitha janë informuar dhe kemi qenë në përputhje me ligjin në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndërkohë policia thotë që është shkelur urdhri. Urdhër që nuk është dhënë asnjëherë. Pra, Po. Po. Ata u thonë qytetarëve, protestuesve që keni shkelur urdhrin, ne nuk e dim urdhrin, sepse urdhri nuk na është komunikuar. Dhe mes rreshtave dhe mes tyre dëgjojmë që ata kanë një urdhër nga kryeministri, i cili urdhër që nuk është i bazuar në ligj faktikisht. Sepse Kushtetuta na jep të drejtën të protestojmë, të tubojmë lirisht, pa pengesë, pa asnjë pengesë, se si unë zgjedh të tuboj është në vullnetin qytetar.